Pas finales së Big Brother VIP, Egli tako rrëmben vëmendjen në ndjekësit çmenden, Gjestin Senda. Pas përfundimit të spektaklit më të ndjekur në Shqipëri, Big Brother VIP Albania, Egli tako po përjeton një valë të re suksesi që po e ngre gjithnjë më lart në syrin e publikut. Edhe pse nuk e rrëmbeu çmimin e madh në finale, prezenca e saj karizmatike, pozitiviteti i pandalshëm dhe qëndrimi autentik brenda shtëpisë, kam bërë që ajo të dalë si një nga fitueset morale të këtij edicioni. Që nga dalja nga shtëpia, Egli ka përjetuar një rritje të frikshme të ndjekësve në rrjetet sociale, nga 319.000 në plot 338.000 ndjekës në vetëm pak ditë. Kjo është një dëshmi e qartë që publiku ka krijuar një lidhje të fortë emocionale me të, dhe është jetur të ndjek çdo hap të saj jashtë shtëpisë. Por ajo që ka ngritur edhe më shumë kuriozitetin është afërsia e saj me Gjestin, një tjetër personazh i dashur i këtij edicioni, që pas finales, dyshja janë parë shpesh pranë njëri tjetrit, duke nxitur thashethemet se mund të ketë lindur një lidhje më e veçantë mes tyre. Miqësi apo diçka më shumë? Fansat janë në ethe për të zbuluar të vërtetën. Egli, tashmë jo vetëm si finaliste, por edhe si një personazh mjaft i dashur për publikun, pritet të jetë një nga emrat më të kërkuar në media dhe projekte të ndryshme. A do ta shohim në ndonjë serial, film apo ndoshta si moderatore? Koha do ta tregojë. Një gjë është e sigurt, Egli tako sapo ka nisur një kapitull të ri dhe premtues në karrierën e saj.